Tashmë me statusin civile e divorcuar, Monika Kryemadhi ka folur për herë të parë pas divorcit me Ilir Metën. Pas daljes nga ambientet e prokurorisë së posaçme, ku paraqit në kuadër të masës së vendosur ndaj saj, Kryemadhi tha se martesa me Ilir Metën është një kapitull i mbyllur dhe nuk ka ndërmend që t'i lutet askujt të pajtohen. Unë vazhdoj dhe e them që kush e ka iniciuar divorcin dhe ta komandoj. Nuk ka se të kem seancë pajtimi për i gjë që kur dikush do të ndërpresi marrëdhënien me mua, kam të lutem dhe të presi të pajton. Megjithatë, Kryemadhi nuk ndaloi së mbështeturi ish bashkëshortin, i cili prej disa muajsh ndodhet në qeli. Sipas saj, Meta është arrestuar me urdhër të ish ambasadores amerikane Yuri Kim. Rrëmbimi i Ilir Metës është bërë me urdhër të një gruaje që ka pasur inat personal me Ilir Metën, që sot është askushi Yuri Kim, e cila i premtoi po themi parajsën mbi tokë institucionit të drejtësisë, nga ana tjetër edhe Edi Ramës i dha një mundësi për treguar që hakmarrjen e tij personale e kryen në mënyrë perfekte me institucionin e drejtësisë. Kryemadhi u shpreh se është përfshirë në fushatën zgjedhore ku do të mbështesë Metën. Tjetër janë përfshirë në fushatë për babain e fëmijëve të mi. Ndoshta çik më shumë për shkak të fëmijëve, sepse janë fëmijët ata që janë me mua në çdo hap, në çdo takim, i kam marrë si dëshmitar në të gjitha takimet që u bëj, duke pas parasysh që stafi i ngushtë i zotit Meta me paturpsinë më të madhe shkojnë dhe thonë që mos dëgjoni Monikën se kërkon vot për PS-n, kur në të vërtetë pa aftësia e tyre për të shkuar derë më derë tek njerëzit është në një justifikim të tillë. Në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, Monika Kryemadhi nuk do të kandidojë për mandatin e radhës në kuvend, ndërsa ish bashkëshorti i saj Ilir Meta është futur në listat e hapura të Partisë Demokratike.